Detaje të reja kanë dalë në dritë lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur në qafën e Llogaras, ku një person ka humbur jetën dhe një automjet është gjetur i djegur. Viktima është identifikuar si Artion Xhelo, 27 vjeç, ish punonjës i policisë së shtetit. Sipas burimeve, ai ka shërbyer më herët në forcat operacionale Shqiponjat, me drejtorinë vendore të policisë Berat dhe më pas është transferuar në postën e policisë Poliçan për shkak të problemeve psikologjike. Gjatë kësaj periudhe, humbja e armës së shërbimit solli mas disiplinore dhe përjashtimin e tij nga radhët e policisë. Raportohet se 32 vjeçari vonte nga depresioni i theksuar. Trupi i pajetë është dërguar në morgun e Spitalit Rajonal Vlorë, ndërsa për identifikimin përfundimtar pritet përgjigjja e analizave biologjike ADN. Nga këqyrja paraprakë e automjetit dhe e trupit nuk janë konstatuar shenja të dukshme dhune apo dëmtime të shkaktuar nga faktorë të jashtëm, përveç pasojave të zjarrit. Ngjarja është raportuar rreth orës 14:35, kur një automjet tip BMW u gjeti shkrumbuar. Gjendja e mjetit dhe e trupit ka vështirësuar ndjeshëm punën e grupit hetimor në terren. Fillimisht hetimet u fokusuan në dy pista, atë të vrasjes dhe atë të vetvrasjes. Paraprakisht dyshohet se kemi të bërë me një akt vrasje, megjithatë autoritetet theksojnë se hetimet vijojnë dhe pritet që ekspertiza të japë më shumë qartësi mbi rrethanat të kësaj ngjarje tragjike.